Deri më tani nuk është bërë asnjëherë dezinfektimi i mushkonjave dhe pse këtë verë vihet re shtimi i insekteve dhe vektorëve. Në qendrën për punë sociale afër 100 kërkesa për asistencë sociale kanë arritur në 6 mujorin e parë të këtij viti. Në Serbi që nga dita e nesërme cigare do të shëjtohen për 20 dinar për paketë. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin informativ të orës 22 këtu në Radio Televizionin e Bujanocit. Këtë verë vihet re shtimi i insekteve dhe vektorëve të tjerë, e siç është ai i mushkonjave që mund të përhapin sëmundje infektive. Sipas Basri Mehmetit, bashkëpunëtor i pavarur profesional për mbrojtjen e mjedisit, në kuadër të komunës deri më tani nuk është bërë asnjëherë dezinfektimi i mushkonjave. Ndërsa, sipas pediatrit në ambulantën e qytetit Reshat Sulejmanit, deri më tani nuk ka raste të tilla, por i bën thirrje prindërve të fëmijëve që të jenë më përgjegjës për fëmijët e tyre. Në këtë vap të madhe vere, mizat dhe mushkonjat janë të pranishme kudo dhe në shumicë, ndoshta kjo edhe për shkak se nuk është bërë asnjëherë procesi i dezinfektimit dhe dezinsektimit. Ky proces është shumë i rëndësishëm për menaxhimin e një qyteti apo të komuniteteve, sepse është pjesë shumë e rëndësishme e jetesës së shumë njerëzve. Ka lidhje me bezdin që krijojnë këto insekte, ka lidhje me transmetimin e sëmundjeve, pra ka lidhje me një seri që e bën jetesën të vështirë dhe jo të dërueshme. Sipas Basri Mehmetit, bashkëpunëtor i pavarur profesional për mbrojtjen e mjedisit në kuadër të komunës, tha sot për Radio Televizionin Bujanoci se deri më tani nuk është bërë asnjëherë dezinfektimi i mushkonjave apo i ndonjë insekti tjetër në komunën e Bujanocit, por që në lidhje me këtë së shpejti do të merrë iniciative të këtij lloji. Me datën rreth 10/7/2012 ka marrë nga Agjencioni për Kemikalje një shkresë me të cilën është kërkuar nga administrata komunale e komunës Bujanocit gjithsesi në sektorin e mbrojtjes së mjedisit që të bëj një njoftim në lidhje me ndërmarrjen e masave rreth menjanimit ose rreth agjisimit të mushkonjave në territorin e komunës së Bujanocit. Mirë, po në bazë të informatave që i kam marrë unë nga tereni, këto 4-5 vite të fundit sa jam unë punëtor i administratës komunale, nuk është ndërmarrë asnjë masë në asnjë vetë rreth dezinfektimit të terrenit për luftimin e mushkonjave. Mirë, po edhe nga informatat nga vitet e kaluara, gjithashtu nuk është marrë ndonjë masë e organizuar për eliminimin e këtyre mushkonjave. Këtë iniciativë ka marrë Agjencioni për Kemikalje në Republikën e Serbisë në bashkëpunim që e realizojnë në bashkëpunim me Agjencionin për Kemikalje të Suedisë me qëllim të projektit për rrezikun që mund të shkaktohen në përdorimi i këtyre kemikaljeve gjatë përdorimit të këtyre kemikaljeve pastaj në mbrojtjen e mjedisit. Dhe me këtë është paraparë që të bëhet një studi më i hollësishëm dhe të këshirën mundësitë dhe alternativa tjera të përdorimit të këtyre pesticide. Sipas mjekëve rajonal qarkullon një lloj mushkonjave tigër e cila është transmetuese e një sër sëmundjeve, mirë po sipas specialistit pediatrit Reshat Sulejmani, pranë repartit të fëmijëve në ambulant, deri më tani nuk ka pasur ndonjë rast të paraqitur në ambulancën e qytetit dhe se pickimi i mushkonjave ndikon më shumë tek fëmijët. Dr. Reshati i lutet prindërve të fëmijëve që të jenë më përgjegjës ndaj fëmijëve të tyre dhe t'i dërgojnë në pikat kontrolluese në komunën e Bujanocit për vaksinim, sepse sipas tij shumë pak prindër i sjellin fëmijët për vaksinë mbrojtëse që i eliminon shumë sëmundje për fëmijët e vegjël. Sa i përket mushkojave në regionin tonë, këtë rrafim, prezenca e atyve është, mirë po raste të malarjes na nuk kemi. Mirë po, fakt, këto insekte duhet mi luftu në çdo mënyrë. Kena në raste, do më thonë të mushkojave të fëmijëve, vështirë se dili kura fëmijës me reagu në formë të alergjisë, edhe nëse faktikisht e sëlmon disa atër, edhe din mu lejmëru dhe një lloj temperatura, apo alergji në organism. A këto të na i luftojnë me terapia, me sirupa, edhe din mu qetësu. Kina problem se fëmijës për në lejmëron prind, zakonisht, sa i thirrmi, në çdo 14 ditë në i thirrmi.
faktikisht edhe që sot ishme internuar, si 80 i kina thirë, kanë ardhë 3 fëmijë. Që si gjana kina... Kjo mos angazhimit prindve ndaj përgjegjësin ndaj fëmijët, a unë këton. Këto pasoje mundën me në shkaktu ndaj epidemi e papritën dhe së kur t'i vjallë fëmijët së muja. Në të mënirë, a unë këton. Fëmijët në për qatë angazhomi maksimum vaksinimi më bërë. Nëse vaksinimi i kësaj popullatës, generatës fëmijëve, zakonisht moshës 1 vjeçare, nëse 95% nuk më rrinë, dhe më thanë më vaksinu, atër na s'kina më rrinë kërë. Procesi i dezinfektimit dhe desinsektimit është shumë i rëndësishëm për menaxhimin e një qyteti apo të komuniteteve se që është komuna Bojanosit, kur dihet se kalon lumi morave dhe mund të vinë lloje të ndryshme të insekteve nga rajoni dhe ky proces është pjesë shumë e rëndësishme e jetesës së shumë njerëzve. Ka lidhje me bezdin që krijojnë këto insekte, ka lidhje me transmetimin e sëmundjeve, pra kjo lidhje me një seri që e bën jetesën të vështirë dhe jo të dërueshme. Afër 100 kërkesa për asistencë sociale kanë arritur për gjysmë viti në qendrën për punë sociale, pa janë ashkaluar edhe kërkesat e tjera të cilat janë me aftësi të kufizuara. Në këtë qendër shfrytëzojnë të drejtën e ndihmës sociale 771 familje me asistencë sociale, afër 263 me aftësi të kufizuara. Ndihmat sociale ndahen varësisht prej kategorive dhe vlerësimit të Komisionit Mjekësor për Invalidët në Vranj, tha Niazi Ahmeti, drejtor në qendrën për punë sociale. Afër 100 kërkesa për asistencë sociale kanë arritur për gjysmë viti në qendrën për punë sociale, pa janë ashkaluar edhe kërkesat e tjera të cilat janë me aftësi të kufizuara. Në qendrën për punë sociale në Bujanos shfrytëzojnë të drejtën e ndihmës sociale 771 familje me asistencë sociale, afër 263 me aftësi të kufizuara, edhe pse numri i shfrytëzuesve nuk mbetet i njëjtë, çdo vit shkon në rritje, por këto janë shifrat e 6 mujorit të parë. Personat me asistencë sociale marrin ndihmë nga qendra e lartë përmendur afër 8.000 dinarëve për individ, ndërsa familjet që kanë më shumë se 5 antar, rreth 22.000 deri në 23.000 dinar, personat me aftësi të kufizuar marrin të njëjtin çmim. Ndihmat sociale ndahen varësisht prej kategorive dhe vlerësimit të Komisionit Mjekësor për Invalidët në Vranj, tha Niazi Ahmeti, drejtor në qendrën për punë sociale. Qendra për punë sociale vetëm i kompleton landën për personin, në fjalë e qojmë në Vranj, Komisioni Mjekësor e vlerëson pozitivisht ose negativisht nuk varet prej neve. Ndërsa sa i përket asistencës sociale, komisionin e kemi në atë kuadër qendrën për punë sociale. Dalën për familje dhe e shqyrton dhe mbledh shënime të ndryshme, a i takon apo jo. Sa shfrytëzues deri më tani, po momentalisht? Me qenë se gjithë ndryshon numri i shfrytëzuesve tek ne, por deri më tani, për muajin e gjatë 2012 kemi 771 familje të cilët marrin asistencë sociale. Ndërsa sa i përket për personat me aftësi të kufizuara kemi afër 263 individ të cilët janë duke marrë. Shuma e mjeteve që marrin asistencë sociale për një individ cilët afër 8.000 dinarëve, ndërsa personat, familjet të cilët kanë më shumë se 5 antar sillet deri në 22 eventualisht 23.000 dinar. I njëjti rast është edhe për personat me aftësi të kufizuara, shuma e tyre sillet varësisht nga dëmtimet fizike, psikofizike dhe ajo varet tash në cilën shkallë, në cilën kategori, çfarë dëmtimi fizik apo psiqik ka, intelektual. Në muajt nga buxheti i komunës, të cilët kanë kaluar në kuvend, ato i marmi 225.000 dinar dhe mundomi, bojmë përpjekje, të bojmë një lloj seleksionimi dhe të i dalmi në ndihmë atyre familje më të vërtet që atyre ditëve kanë qenë në gjendje më të rëndë ekonomike. Ata varësisht prej asaj çfarë kërkojnë, ne mundomi që spaku pak ta zbusmi situatën e tyre. Në fund, Ahmeti apelon qytetarët që të vizitojnë qendrën për punë sociale, që të jenë të informuar për të gjitha mundësitë që ka dhe ofron kjo qendër me mjete financiare aq sa ka mundësi për të i dalë në ndihmë të gjithë personave që kanë nevojë. Që nga dita e nesërme në Serbi cigare do të shtrenjtohen për 20 dinar për paket. Siç thuhet në njoftim nga mediat serbe, arsyet për shtrenjtimin e cigareve janë rritja e akcizës, inflacioni, dobësimi i dinarit dhe kostoja e lëndës së parë. Edhe përkundër ngritjes së çmimeve, qytetarët tanë nuk e ndjejnë këtë shtrenjtim.
sepse sipas shitësve nuk vret asnjë dyshim tek blerësit që konsumojnë cigare. Që nga dita e nesërme cigaret në Serbi do të shtrejtohen për 20 dinar për paket. Ndryshime do të kenë cigaret Camel, ku nga 150 do të ngriten në 170, Winston Classic nga 130 në 150 dinar, edhe cigaret Monte Carlo në vend të 120 dinarve do të kushtojnë 140 dinar. Kurse kompania Philip Morris që nga data 20 korrik vetëm se ka ndryshuar çmimin, Marlboro kushton 190 dinar nga 170 sa ka kushtuar. Siç thuhet në njoftim nga media serbe, arsyet për shtrejtimin e cigareve janë rritja e akcizës, inflacioni, dobësimi i dinarit dhe kostoja e lëndës së parë. Këtë na vërtetuan edhe shitësit tanë të cilat na njoftuan edhe për disa lloje të cigareve nga kompanitë e prodhimeve vendore se janë shtrejtuar ditë më parë. Pritet më shtrejtu çmimi i cigareve, për moment janë shtrejtuar vetëm se prodhimi vendor. Do të thotë prodhimi i fabrikës Duanit Nishit. Këtë kishte tim ka ardhur për arsye se fabrikat e kanë shtrejtu çmimin e jo shteti. Nuk ka kur në lloj akcize, po vetëm se prodhuesit e cigareve kanë shtrejtu. Deri në këtë moment janë ngritur cigarat produktet e Nishit. To fillu prej Marlborit, Philip Morris klasiki, deri në këtë moment janë ngritur këto për 20 dinar. Arsyeja e ngritjes është se kanë akcizë. Çdo kuti ka për 20 dinar ngritje akcizës. Produkte tjera të merkatos, vele tabakut dhe direkt në trgovines pritën terme të parin mu ngrit. E tash nuk di dita se kur, a nesër, a pas nesër, vetëm në periudhë kohore 10 ditore çdo produkt i cigareve ka mu ngrit. Edhe përkundër ngritjes së çmimeve, qytetarët ta nuk e ndjejnë këtë shtrejtim sepse sipas shitësve nuk vret asnjë ndryshim tek blerësit që konsumojnë cigaren. Te konsumatorët nuk kanë ndikuar shumë se me përcjelljen e euros cigaret janë të njëjtën shumë. Po, është në fillim një herë, është ajo euforia që kemi me lëndohani, po me kalimin e kohës njerëzit mëson me ngritje, nuk është një ngritje shumë e lartë që po 20 dinar në xhepin e konsumatorit me ndiku ka shumë. Deri tash vret, ka thonë 2-3% po jo që me ndiku në shitin tonë. Pritet që ditëve në vazhdim të ngriten edhe çmimet e prodhuesve amerikanë që kanë kompanitë e tyre në Serbi, siç është British America Tobacco, në kompaninë e vet në qytetin e Vranjës. Derivatet në Serbi janë shtrenjtuar në një mesatare rreth 1.5 dinar për litër, e gjithë kjo për shkak të rënjes së kursit të dinarit ndaj euros dhe dollarit, janë rritur edhe çmimet e naftës në tregun ndërkombëtar. Pronarët e pompave private të benzinës paralajmërojnë rritjen e çmimeve në shitjen me pakicë për shkak të shtrenjtimit të derivateve në shitjen me shumicë për rreth 2 dinar në litër. Derivatet në Serbi janë shtrenjtuar në një mesatare rreth 1.5 dinar për litër. E gjithë kjo për shkak të rënjes së kursit të dinarit ndaj euros dhe dollarit janë rritur edhe çmimet e naftës në tregun ndërkombëtar. Në industrinë e naftës së Serbisë, eurodizeli është shtrenjtuar për 1.5 dinar për litër, dizel D2 për 1.6 dinar, BMB 95 për 1.8 dinar, euro premium BMB 95 për 2 dinar, kurse gasi TNG për 1 dinar. Pronarët e pompave private të benzinës paralajmërojnë rritjen e çmimeve në shitjen me pakicë për shkak të shtrenjtimit të derivateve në shitjen me shumicë për rreth 2 dinar në litër. Në krahasim me të ardhurat mujore, popullata është e shqetësuar me ngritjet e shpeshta të çmimeve të derivateve, ku disa prej taksistëve edhe para kamerës shprehën pakënaqësitë e tyre. Pa përballëshme po nesër janë të ardhurat e tona janë vogla, s'mundemi përballu kushish. Ku ngritjet bëhen çdo ditë. Mas pasi në herë po në muj. Ajo është pa përballueshme po neve. Atë është puna jonë është nuk ka punë. Kemi kuni parë tatimot janë qarta, soni plotësojmë ato pagesat. Me ngritjen e çmimeve derivateve në këtë vendin tonë s'ni përballojmë me kushtat që na jemi të punu. Donë janë të shumë të larta. Mendoj se shpesh ka ngritje, çdo në muj që shikon ata fitimet e veta, që përfitojnë na nuk e dimë, ato veç kryesore janë çmime shumë të larta, edhe derivateve dhe gjithë sendeve. Çmimet aktuale në pompën private të benzinës Agimi në Bujanoc janë euro dizel 146.30 dinar, dizel D2 139 dhe benzina BMB 95 ka çmim 148.5 dinar për litër.
Ata që përfaqësojnë kompanitë e derivateve pohojnë se nuk do të ketë përmirësim në çmimet e karburanteve pasi që kriza ekonomike kanë marrë hovë dhe në vende tjera të Evropës dhe të botës. Për fillimin e vitit të ri shkollor ka mbetur rreth një muaj. Dikur prindrit së bashku me fëmijët muaj më parë fillonin të bënin parapërgatitjet, blenin gjitha gjërat elementare që i nevojitet një nxënëse. Për blerjen e mjeteve shkollore, prindrit duhet të ndajnë mesataren e pagës së tyre edhe atë për të paguar gjërat elementare, thon pronaret e librarisë Poletarac. Për fillimin e vitit të ri shkollor ka mbetur rreth një muaj. Dikur prindrit së bashku me fëmijët muaj më parë fillonin të bënin parapërgatitjet, blenin libra fletore dhe të gjitha gjërat elementare që i nevojiteshin një nxënësi. Për blerjen e mjeteve shkollore, prindrit duhet të ndajnë mesataren e pagës së tyre dhe ata për të paguajtur gjërat elementare, thon pronarët e librarisë Poletarac. Çmimet e pajisjeve shkollore janë të ngjashme si në vitin e kaluar. Për blerjen e librave për klasën e 5 duhet të ndahen 10.100 dinar, për të gjashtën 11.390 dinar, ndërsa për klasën e 7 dhe të 8 mbi 12.000 dinar. Një çantë shpinde kushton nga 690 deri në 3.700 dinar. Çantët e vogla për mirëmbajtjen e lapsave dhe ngjyrave mund t'i blenin nga 100 deri në 750 dinar. Lapsat kushtojnë prej 10 dinarve e më lart. Ngjyrat e drunit nga 30 deri në 250, ata të ujit 70 deri në 160, kurse ngjyrat temper kushtojnë nga 80 deri në 430 dinar. Nga të gjitha këto çmime të shtrenjta, më së lehti mund të kalojnë prindërit që kanë nxënësit në klasë të ulta, sepse klaset e ulta nga Ministria e Arsimit edhe këtë vit si disa vite të tjera, më parë do të marrin pa pagesë pajisjet shkollore. Thatësira kohëve të fundit ka rrezikuar seriozisht edhe bimën e Misrit, ku gjatë 2-3 ditëve të fundit në rajonin ton ka pasur reshje shiu që vlerësohet si një sinjal pozitiv për bujqësinë që ndodhet në kufijt e fundit për të falimentuar si pasojë e thatësirave. Të reshurat e shiu do të ndikojnë dukshëm në rritjen dhe rendimentet e Misrit. Thatësira e kohëve të fundit ka rrezikuar seriozisht edhe bimën e Misrit, ku gjatë 2-3 ditëve të fundit në rajonin ton ka pasur reshje shiu që vlerësohet si një sinjal pozitiv për bujqësinë që ndodhet në kufijt e fundit për të falimentuar si pasojë e thatësirave. Të reshurat e shiu do të ndikojnë dukshëm në rritjen dhe rendimentet e Misrit. Misri momentalisht gjendet në fazën e cila ka nevojë për lagështi dhe të reshurat e fundit kanë ardhur në çastin e duhur. Për fat të keq, sistemi i ujitjes në Serbi shumë është i pazhvilluar nga se në tërësi 1% ujitet, me çka potenciali i hibridit vendor nuk shfrytëzohet në masë. Në parcelat ku aplikohen masat agroteknike dhe të ujitjes, nuk pritet të ketë misër sikurse viteve të kaluara, sepse këtë vit janë në gjendje kritike dhe deri tani në rrethin ton ka të mbjellur shumë pak misër, ku vetëm me reshjet e tashme mund të jemi optimist për prodhimin, tha Nexhat Zairi, agronom. Misri tani është në fazën e cila ka nevojë për lagështi, mirë po marë parasysh kushtet atmosferike, tani është Misri në gjendje kritike. Po flasme për territorin e komunës tonë, pasi ka vetëm 2 muaj ditë që nuk ka të reshna të mjaftueshme. Tani që ka shi, sa i ka ndihmuar Misri të shi? Them të vërtetën, vende ndoshta ka të reshuna, po kjo i ndihmon shumë. Mirama, po them, pjesën ndërmuese të komunës tonë nuk ka një reshje të mjaftueshme. Dhe është këtë vetë Misri? Deri tani, sipas parashikimeve që janë, shumë është pritet shumë pak rendimentet ketë Misri në komunën tonë. Dhe sipas parashikimeve kanë filluar çmimet të ngriten, çmimet e Misrit. Sa do të jetë çmimi i Misrit? Për momentin tani është dikund 30 dinar, dikund sillet kilogrami i Misrit për momentin. Dhe unë po them, sipas parashikimeve, sigurisht do të ketë ngritje të çmimeve të ardhmen. Ai gjithashtu tregoi se pas këtyre reshjeve Misri ka një piknisje të mirë për një prodhimtari normale në verën e së vjetme. Gjithashtu vuri në dukje se çmimet e grurit janë më të qëndrueshme se sa çmimet të gjitha produkteve tjera bujqësore, ku çmimi i Misrit do të jetë 30 dinar për kilogram,
por pritet të ketë edhe rritje të çmimit. Edicionin informative vazhdojmë me lajmet nga sporti. Futbollisti nga Tërnoci Samir Fejzullau ka nënshkruar kontratë 3 vjeçare me klubin e elitës zvicrane Servet nga Zheneva. Ramizi sezonin e kaluar po ashtu ka luajtur në Zvicër në klubin Nyon që bën tegar në ligën e dytë. Futbollisti tërnocas sulmuesi talentuar Samir Ramizi prej ditës së djeshme dhe zyrtarisht është lojtari i klubit Servet nga Zheneva që luan në Superligën e Zvicrës. Sipas vetë faqes zyrtare të klubit, Ramizi ka nënshkruar kontratë 3 vjeçare me Servet. Në një deklaratë ekskluzive për ATV-n, Ramizi shprehet shumë i kënaqur me kontratën me Servet që u realizua pikërisht në ditëlindjen e tij. Ky është një hap shumë i rëndësishëm në karrierën time dhe jam i bindur se kështu do të vazhdoj, duke u përkushtuar 100% për klubin, thot futbollisti tërnocas. Lidhur me kushtet e ofruara, Ramizi thot se kushtet janë shumë të mira, por nuk janë primare për të. Por progresi dhe avancimi i tij si futbollist profesionist. Ai shton se është ambientuar mirë në klubin e ri, në të cilin paraqitet si sulmues krahu. Siç dihet, Samir Ramizi hapat e para futbollistike i ka mësuar në klubin e Tërnocit. Ai më pas është paraqitur në Superligën e Kosovës në klubet Drenica, Skënderaj dhe Drita Gjilanit, ndërsa sezonin e kaluar ka luajtur në klubin Nyon të ligës së dytë zvicrane. Sipas të dhënave meteorologjike, nesër mbi vendin ton do t'jetë mot me diell dhe i vranët ku temperatura maksimale do t'jetë 29 gradë Celsius. Të nderuar shikues, ju ftoj që edhe një herë para se të ndajemi të ndjekim së bashku titujt kryesor të lajmeve. Deri më tani nuk është bërë asnjëherë dezinfektimi i moshkonjave dhe pse këtë verë vihet re shtimi i insekteve dhe vektorëve. Në qendrën për punë sociale afër 100 kërkesa për asistencë sociale kanë arritur në 6 mujorin e parë të këtij viti. Në Serbi që nga dita e nesërme, cigare do të shëjtohen për 20 dinar për paket. Ishte kjo atyra për këtë edicion informativ këtu në Radio Televizionin e Bujanocit, duke ju falimderuar gjithmonë për vëmendjen tuaj dhe bashkë mirupafshim.